Jemi në një transmitim drejt për drejt, ju veç e pa që bashkë me mua kam kënaqësinë është MC Kresha. Kresho, kam kënaqësinë që jemi bashkë të dielën. Jam edhe në njëjtën kënaqësi, faleminderit shumë për ftesën. Më mendoj që jam me ardhë se diell. E diell po, në fakt ndoshta edhe keni arsye që sot ky dash me flajt pak më gjatë, po unë po kërkoj falje për shkak se ti e mban Ramazani, në anën tjetër ki pas krejt mish njiftar, mbram, edhe keni nejt dejnë super. Po, valla, një dejnë super, po dejnë 5 mëngjes, këna nejt, tani me mëndzi që u qova sot, po faleminderit shumë që më ke thirrë, se mos t'i shkonti me më thirrë ma këtu edhe herë, ku për më shabohet. Kresho, e di që në fakt visa ka dalë për furës në po e qyë kështu, prej furës shpërretit e drejt e në emision sot, videoklipi bashkë me festimin, Na kem të shku koncert, kërë pom që kish dollë spoti. Pasha zotin, atë pa jo rajte, që kem patëm koncert në Mitrovic, ke fillimi sezonës, a opja solim në Famous. Të fillu koncertin, para se me shku, për shumë mesazh, ma bon tag strike, producenti unë. E kish qitë hashtagat e videoklipit që ju dojë, thash mëne ku ka dollë, shkova e kështu në spotin e vola ly. Ja bo rati për në skrive qita me publiku që ju dojë. Ne, dishëm që kom me dollë, po nuk e dishëm sa këta në 7-8, e kështu më rriti ka në 7-20, po do këta e në 7 dollë, po në 7-20 dhe kër e ku postu. Për shikus, ta shohim njere, ta ndëgjojmë bi gjitha kongën. Unë gjithmonë luftoj për me ndëgju kongën, e pastaj me shiku videoklipin, ta ndëgjojmë kongën për shkak se konga më pëlqej. Ishtë ritëm, kështë dinamik, njëjtë me thonë, ju vazhdimësin e punës për ndjekni. Kresha herë vjen me ka një balot kështu që dojnë me balot me qëtëra për toke, që po bojnë super hite, po në tjetër edhe këto kongë ritme. Që po janë pjesë e gjdo mbrëmje, e gjdo diskoteke. Me njerë mbram, ju e keni postu, në anën tjetër në për klovat Prishtinës veç ka qenë. Faleminderit për DJ-ve që pëlqojnë edhe publikut që pëlqen. Kjo është ma shumë, muj me thonë, merit shumë e madhe festimit, se ideja për me nëbo kitë kongu gane festimit edhe kipmanit. Jem shumë i lumëtën që u dollë videoklipi që ashtë të ashtë të këqyrëm që api u doget edhe publikët edhe që shtë presë njerës. Po e ndjekim pra këto momente edhe videoklipin, po e ndëgjojmë kongën edhe pasaj jemi bashkë në Kreshën. A i thirim shoqët asë të tjërë. Le të tjërën krejt në doqin me bo party, s'ka atë. Na për i thirim edhe dostat, për i thirim shoqët. Jo dostat i këna me veti gjithë ku të shkojme, ke vrejt na. Qatala shqiptarët e kemë problem me i në diskotekë, se 4 shokë të i në disko, atë një shoqë me veti. Qata konga të rrejt shoqët, më të shkojla me shamera. Kresh urime, komplimente. E di që keni bo një punë kogja të mirë dhe kogja të madhe që të përjull, po më do këtë kongë të albumit, këtë spot e keni bo. Jo, së dim këtë 28 kongë, problemi bo spot. Qëshja keni njësë më do këtë po? Po nejse, era, hej, janë të bonë me spote. Shushi e ka një videoklip ashtë me shkronja. 4. 3 u bërë në dejtë, 4 ta po vjen me, dhe më thonë 4 ta është kjo tipi, 5 pi vjen me konë hip-hopi, 6 të rëkit shoqet, janë ka alo klipe që i kena kry. Po të mëne që sa klipet edhe që keni kry e keni punu, definitivisht kogja, po më do këtë deri në fund vitit krejt komplet. Këtë komplet shtirë, sa ma shumë, sa ma... Të na fatë këtësisht muzika po këshyret nuk pëngohet, apo den e kom thonë shumë herët edhe u ardhë që e ku. Po me nej krejt, për shambull njerëzit, shka njerëzit që ju ik na i kongë pa videoklip, nëse s'ka videoklip ju ika, den nuk munen me ngu. Tani kërë ngujnë thënë, ku e ke bo këtë kongë, edhe më bjenë shumë fresh. Po, qëto e në mundësit na këshyru me knaqë publiken që është ma shumë fanatike rrët muzikës tonë. U konë andër, apo den andër u konë pi feminisme mujtë me bo një album për qefi, për ato du të me falenderu festimin që u konë një partner shumë i vendosët bashkë me mu, me bo një projekt t'il, edhe i falenderojmë këtë shokë që kanë marrë pjesë në albume, në videoklipet tona, edhe që se ndokur për neve për këtë projekt, që me realizu një projekt t'il është jo veç përgjithësi e madhe, po të njëjtën kohë është edhe një punë që do të më bënë në formë kolektive, nëse se ki një kolektiv që më edhe me njek,
komplet një projekt, është shtirë me nxirr çashtu qysh e kena menu na. Besoj që u dal çashtu qysh e kena menu na. Në anën tjetër domethënë edhe kënga hip hop u pret ekstrem mirë. Ekstrem mirë u pret, u komentu qatë shumë, domethënë e di që kjo fryma që përtu është bashkëpunimit, në anën tjetër edhe me kolegët, qoftë edhe në për videoklipe, qoftë edhe kjo kur përki gjuhën e përbashkët, kur përki raportet shumë të mira edhe miqësore, nuk ka gjë më mirë, kur punohet në mënyrë kolektive. Ajo është patjetër, sidomos kur nuk e ki qëllimin me kon fitim prës, po e ki qëllimin me kon fitim prës për kulturën që ne reprezentojmë na. Këto e kthena kongës hip hop. Konga hip hop është në simpull i marrën prej pionirave të rokës shqiptar, grupit MAK, cilët janë grup që unë jam rritë që fëmijë të ingu dhe jam shumë krenar që i vipin një qyteti për nga vinë ata. Mënyra që e kena nxjerr atë kongë është për me rikthy vlerën, mi ka dhu gjeneratave treja që nuk kanë pos qasje të roku i vjetër shqiptar, që është roku i parë, për me pas një farë krahasimi edhe na kena dasht me tregu njerëzve që sot hip-hopi e prezenton kulturën urbane, qysh e ka prezentu përpara roku kulturën urbane në vitet e 70-ta, në këtë rast me grupin MAK. Në njëjtën kohë duhet edhe me thonë atë në respekt edhe për Ledrin që e ka nda një pjesë të kohës të vetë, për shkak se na e dim kur vjen vakti i verës kitë njerëz të në zonën me projektet e tëne, Ledri u konë gjithmonë vigjilent i gatshëm për me ardhë kur do që të bëhen xhirimet edhe një pjesë e xhirimeve u konë Mitrovica, kena pas shumë fëmijë rreth vetit, qatë shumë që realisht skenari u konë mos me pas fëmijë shumë skem, shkak se konga hip hop, po qatë që konë fëmijë pozitive, qatë që kanë bashkë me konë pjesë asajna që i kena bëhe dhe pjesë të spotit fëmijët, nuk kena mujtë mjau prish dëshiren e madhe aty në për me konë videoklip, ma mërmanja paka shumë ma shumë kena bo foto me fëmijët që kena gjiru, po jena knaqë shumë, u konë pritja jashtëzakonshme në 2 venet ku kena gjiru, njëna pjesë është që kena gjiru në Prishtinë në lagjën e Elpianat e njëna për fushave të basketit, e tjetra pjesë u konë në Mitrovic në lagjën e Tjegullorës, që është nërmjet Tavnikut edhe Bajrit, një lagje e bukur, zgjedhjet i ka bërë regjisori për shkak të veneve ku ati ju ka përshtat cilat pjesë me zgjedhë me gjiru, po u konë një projekt që për neve si artista, si rap artista, menej që është historik, edhe është një projekt që na ka shtimu një krenar që po bojmë diçka të mirë, po i bashkëdyzojmë dy kultura që kanë një dallim të madh kohor. Për shembull, roku është, ajo kongë është vitin 75-6, kjo kongë është vitin 2015-16. Që është e bukra. E bukra e krejt saj. Kresh, kur jemi tek albumi po flasim edhe po flasim tek këngë cilat vazhdimisht edhe janë dëgju edhe janë publiku. Në anën tjetër, shumë interesant për herën e parë, që se ka bo dikush e keni bo ju. Albumin, majica, qilsave, stikersa, gjitha ato dhe më tonë. Me vetë e kom një për juve në emision edhe fansat me pa paka shumë që është, qeleti e ki nderin. Okej. Që kjo është një box. Shumë faleminderit, është knasi. Knasia me pas edhe knasia me pas edhe kështu në shtëpi me pas. është për fansat ma, që më thonë që janë ma fanatik që kanë qef me pas për shembull një t-shirt, një triko, një mbajtësit qelsave është në to, jenë mrena është albumi me double CD, është instrumentalit me double CD. Në to janë 3 stikera, një poster, edhe autogram karta cilën e kena në nëshkru personalisht unë edhe festimi. Okej, që hapa, që me pasë, me thënë. Po, krejt. Pse speca kuqe? Po speci i djekst. Ta më një djekst, shtë. Djekstin edhe tripve, këmë të kena thonë më herët, po mene që javlen me përmen. Speci mas Shqiponjes 2 krenare është aja që identifikon mas shumë të shqiptarë. Pas Shqiponjes është speci, qatë kishte në është me speca, me speca të mështë, speca me vaj, speca me vu.
speca turshi, speca gjithka. Okej, po mundona për kështu që po mundona edhe që ti tregoj. Mu të lujme që Pripet atë dhuratën tjetër feqtash, ta ka dhe, jo ajo dhurata është dhurata e emisionit, preta jo. Sa ata shikues që i kam po, që patën mundësi mi po, se unë me Summer Nikave më labin, që kemi realizu edhe në Durrës disa, një në Turqi, po në Durrës kryesisht që kemi gjiru, ata cilë kanë qenë atje kështu që, a di qka, po i lo që shtu të hapme, edhe dy albumat, që shtë... Që kjo është instrumentali, që kjo është albumi, double CD, është albume në Gjermani. Që kjo po mlem për shtypje... Kjo është autogram karta, është i vetë misen që jo prodhu në Kosovë, e kena bu në viprint. Këtë tjerat janë punu me në Gjermani. Më veshje komtare mla për shtypje. Po, ideja është, kjo album është quhet Rapsodët në Rapsodit. Edhe kena dosht me lidh, nëse jo veç na, po dizajneri që është Graniti, ne ka ngu idenë tonë. Edhe e ka morë, ka zbërthy shumë mirë, jena shumë plumëtën me punën që e ka bu ai si dizajner për me nxjerrë që ato që kena paramenunat në projektin tonë. Jena shumë plumëtën, jena shumë, që tojnë over the moon, për mi hanë prej lumëtënisë çka kena, që u dollë çka kena prit na, sidomos puna ekzekutive albumit është jashtëzakonshme, se për punën artistike s'po dojna me vlerësu vetën, ato na vlerëson publiku edhe vlerësojnë analistët apo kritikët e muzikës, po. S'po dojna me thonë, e kena po perfekt na. Që, tash, unë po flasë, do me thonë, okej, po flasë edhe për juve pak, që po du këtu që qësë se rinë ma... A e lem qështu, okej. Okej, qështu, bukur. Se frima, fladër. Ljumë na vërkit. Po e plasëm ato në atë aspektin që një par mënyre jeni vlerësu, edhe vlerësoni edhe për kritikëve të muzikës, po tomë edhe vetë personalisht, po tomë që gjithmonë jeni dalu, dhe më thonë, për muzikën që keni po dhe për vlera që keni pas. Ta shumë po plasëm ato tek treshja që keni pas kombinimin të hip-hopi, aty faktikisht jeni mbledh tret që një par mënyre kohën e fundit për tret ka komente pozitive ekstrem. Qoftë, do më tonë, po plasë do më tonë, tek ana e muzikës sa ka mujtë në për kuadrët e misioneve, se unë kam pas në kuadrët e misionit vazhdimisht edhe kur pyetje që ju bëjsha gjithmonë u përmençit. U përmenç ke MC Kresha, Këllësan, Ledri, Keosat, do më tonë... Keosat janë në album Musafiri, në album kena Musafir shumicën, do më tonë, kryesisht, mos të thëmë komplet njerëzit që kena qef mi pas, që kena qef me bashkëpunu, që kena një bashkëpunim shumë të dërsjet, për shkak se nashta ka pas 2-3 mungesat që na kena dasht me konë, po nuk kam rrio se koha, ose nuk jenë shku për shkak se një projekt me 28 kongë edhe u dasht me dal me një kohë caktume. Po, gjithmonë komentet pozitive një të ngu, unë i marrë si përgjithësi. Edhe në qatë moment që marrë një koment pozitive, marrë përgjithësi, bënej që ashtu me nënë edhe festimi, për shkak se gjithmonë do të me ngrit nivelin manalt. Kjo të regon edhe në kjo album nuk është merit veç e jona, po merit edhe producentat tonë që ne kanë bo bita, për shembull Strojk ka bo hip-hopin, po ka bo edhe erën, i ka renovu ato kongë me një shije këtë ndryshe, me një shije full adrenalin. Për shembull, era është balad, po është balad që ka adrenalin, ndërkohë edhe hip-hopi është një kongë që është biti old school, hip-hop po e ka një adrenalin shumë moderne që është momentale të ecë në për Amerikë, të bobuj. Për këtë arsye, këtë producentat, këtë njerëzit që kanë punu aty janë pjesë, dhe këtë MC që kanë marrë pjesë këtë album janë pjesë e këtij suksesi. Nuk është kjo veç suksesi festimit edhe i Kreshës, po është suksesi i K-Masterit, i Strojkit, i Press Play, Rockit, Buqit, këtë Musafirëve që janë në album, i këtë producentat që kanë bu bita, mos bona i kesë jo këshyri ftyra që ku janë, për që ata e këna që të dhejmë në CD-në instrumentalëve, këtë ftyrat e këtë producentat që kanë bu bita për këtë album, Strojki, K-Masteri, Rocky,
edhe Crates, Big Bangin, Kostoni që ka bo bitin në thyrë këtë shoqet edhe J-Face që ka bo një kongë Fosilna që e ka festimi me Noise. Jena mënu me bo një projekt sa ma kombëtar, po me tendenca ndërkombëtare, për me prezentu dhe me thonë qasje në jetës urbane të këtë shqiptarisë. Kresho e nxira Majicën për shkak se Hajdari të nisi që zakonisht unë punoj me to. Përshëndesëm Hajdari, ta falë për Itali, Hajdari, ta falë. Hajdari ta qërë lem, ma që u shkrimi me zonë, më që ka dush Majicën, është të jem, ja. Edhe numër është i Hajdarit, është i kësem. Edhe që ta e këqyra, e mora me këqyr, edhe kështu që Hajdar e joti është. E ma e shmeshmet Hajdar, la falë. Kresho, po du me të këthy pak në atë pjesën ndoshta që kryesisht emisionin është kjo i pari i Summer, po Summer ka me pas një trip ku kom i këthy musafert pak në për vite në kuadrë se 13 vjetë u bon që jam bashkë me një kape me Labin edhe rubrika që i kom pas në kuadrë të emisionit, po se një musafert që i kom pas jashta Kosovës, qoftë në Durrës edhe qoftë në Turqi që kam gjiru, ka një detyr kam pas, edhe detyr kam punu diqka, kam bu diqka. Sot the ama qëto, kjo është shumë interesant se sare që ki mu përgjigj, faktikisht kjo ki mu përgjigj edhe të bu balona. Ashtu kështu si fmi kur se kom pas në fakën me pas kësisane, ama këtu se unë e gjithë, ja kom lyp me maru shpata, ja kere, unë e më konë si fmi, jem konë apasionant mas kereve, më konë njeri i lojt mas kere. Edhe që kur jom rritë mos, më ka interesu as një kerë, s'ko bo as leja, s'ko gjë. Ko eq për qëtë arsyet. Se si fmi s'ka pas kerë që ka egzistu në botën e automobilizmit që nuk e kom pas metalik në shpe. Po të thëmë qatë shumë kom pas që ka eres disha cilë, ajo në të mitë, qatë shumë jom konë. Po këthejna pak në qato që më ka mungu. Okej, Kresh, unë e di që në shkollë, zakonisht në shkollë, sidomos femnat e mbajshin leksikonin. Edhe leksikoni u konë dhe me thonë gjithmonë që të shtishin me shkru emnin, bi emnin, mosha, viti, a je dashurum, a si je dashurum, simpatia, a ki simpatia, s'ki simpatik. Simpatia, sharat e do lavallosh edhe memli për atë kongë të mirë në atë kohë. Të ndoken 2000 në konë këtë kongë. Shumë kongë e mirë konë për atë vakë. Edhe Kresh, kështë që a e morë mend simpatin e parë kanë në ki pas? Vallajnë, mos më trajt hiq, jo. A s'kujtojt na i qikë që t'ka pëlqy për shembull në shkolla? Ka pëlqy shumë qika, ta është të lënë më to. Njërë në gjithë t'ka pëlqy ma shumë? Po s'pedisëm, kam pëlqy A në shumë. shkolla, në kujshia, qa ke pas, ka që kinina i se për ta? Kam pëlqy qika shumë më mu. Halon pëlqen qika tëre. Po moj, s'pedisë. Jese, Avlin, si adoleshent, ka njëri në i simpatia? Kom pas shumë simpatia tani, po tani edhe femna, po simpati në shkollë fillore, s'po di pasha të kom harru. A e morë me në dashnin e parë? Kujshia në shkollë? Se dim na është dashnia e para e puna, vëdin se si fmin, si adoleshent nuk mundet mi dit njeri ndjenja ta o dashnia, është veç krash i vëgël, është që do të më bo balon. Kjo është mirë, a ti pse është mirë me bo balona? Se që pak me mendu edhe më përgjigj. Po me mendu, po më shtel, po më përgjigj si jo. S'po dila, po më ke ngushtu që të se ku marrë me melë, gërda me folë për album, po më dhu me folë për simpatit parë, pak problem. Ka pas qikat mira që më kam pëlqy, po unë në haloje mi marrë shumë. Kërvje puna për qikat, a i qa hjeki mi thonë një femne që po më pëlqenë në isë. Së di pse, kom që ashtë të natyren, nështë ta. Shumë njerëz menojnë që jem i vrashë, që si përsen se dukna, nështë ta për shkak leshit, a ku me ditë, po jem për kondrazi, nëse e këqyrëm, fell është pak ma vështirë për mu për shambull mu shliru, mi thonë një femne e po më pëlqenë në isë, shumë shtirë. Kështu që edhe nëse ka po simpatia, e konë simpatia të heshtëlla, sigur në kongën për ty që është në albumin tonë, e kena pikërisht i kushtohet kësaj teme, simpatisë të para, apo dashnisë të para shkollë fillore, kur dhe që e kena pas. Dhe besëm që kom pas shtirë, dash keme mledhë kujtime, menime, për kitë eksperiencave, menime, dhe e kisha shumë shtirë me mujtë me gjithë një person
adekuat për me gjumenimet tilla, për shkak se si fëmijë realisht kena pas shumë simpatia me thonë, apo nuk kena qenë me thonë të përqendruar. Në varet nashta pi tipit njerit, po si fëmijët janë më shumë lakmiqarë, lakmojnë gjithçka. Okej. Nuk ka pa, kur moshën adoleshencë, do të thonë fëmijë, kur kemi qenë dhe kemi pas, ka një shtet apo ka një qytet që kemi pas në mend kështu edhe e kemi imagjinu. Cili ka qenë për kreshën? New York. Edhe ku shkove për herën e parë në New Po York? si më shku alo. Halo? Jo, valla, jo. Kresh jo? Alo si më shku, se kur shkoj në New York, ko mu kënaq. Pse se shku? Çka ka ndodhur? Po, realisht, halo nuk u bën puna për me shku në New York. Unë më thash mos ki pas ndonjë problem me viza, Jo, diçka. s'kam problem me vizë, nuk e kum kërku shumë, nuk e kum kërku hiç, edhe jam i bindun që si të shkoj me kërku kam me ma liu ma ja vizën se i rigati edhe nëse shkoj me lyp vizë turistike, shkoj lypi vizë turistike, nëse shkoj me lyp vizë biznesi, lypi vizë biznesi. Po. Shkoj me lyp vizë turistike me bo biznes, nuk e bëja gjest. Po. Kam qef me lyp vizën E punës. e punës, Nëse shkon për punë. po, për shkak se me shku në New York i kam 10 orë me shku, 8 orë më kthy. Edhe 18 orë në aeroplan mi bo veç për turizëm. E halosi na shku në New York në Amerikë me knu, pak adhen qysh me thonë. Po kem qef me shku edhe me nejt gatë, me nejt një muj ditë. Për me nejt një muj ditë do të me bo turne, me shku me moj do koncerte, për shembull, jam shumë tash më shtinë edhe atë New York, unë në New York e nisa, po tash më pëlqen edhe LA, më pëlqen edhe Miami, më pëlqen edhe Detroit i besa shumë. Më pëlqen edhe Chicago, se posane shumë mira, më pëlqen. Nashta mas pakti që më pëlqen është Las Vegas, se du fort zhegur. Po Amerika është huge, Amerika është normal dhe besoj që Kresho. Hotri Amerikës edhe Kanada bilim të shpejt huge. Edhe Kanada është shumë e bukur. Kresho, në Instagram edhe të unë edhe kështu që shumë komente, bravo, halal, urime, suksese, nonën tjetër edhe po të urojnë për që agjeron. Po, faleminderit, urime kete besimtare musliman mu i shajtë Ramazanit, sa është erdhë edhe Bajramit, do të më thonë edhe urime mu Edhe Bajrami. festën e fitër Bajramit. Çdo vjet sa herë po vjen Ramazani po na knoq. Realisht shumë njerëz janë një skeptik thonë o vera qysh po më një agjeru 18 orë, po pa e provu nuk mund na më u shpjegua. Dhe ata njerëz do të provu për më të ditë vlerën e agjerimit. Tonë për vetë jam tuni shumë i lumtur, asë një ditë nuk ka pas ku jam e qëtu ose kum një munges tujit për shkak se prej që t'ja një siftarit dhe në seferon veç ujtë. Ose ha bostan, ose i rri veti gati me likuidet që ka nevojë organizmi njerit mi pas 4 litra. Dhe më thonë dësh mi pas 4 litra ujë mi pi, mi konsumu mbrana 24 orë për mos me ndi etjen. Ma normal e kuptojmë që vera është edhe e nxehtë e kretë, bile që ky Ramazan me sa e dion është ma i gjati prej krejtëve për shkak se shkon të ngrit iftari, nuk shkon të zbrit iftari me ko. Edhe po të thëmë se kom një vallaj, se kom një, edhe kom më dhëtu, se kom prish, edhe që shala na e bën ka bolli më dhnishme, se për me argjeru konë shumë mirë. Edhe për album, faleminderit për përgëzimet, kjo nuk o merit e jamja, kjo është merit e krejt neve, është merit, sa komën e merit, ka merit festimi, po sa ka merit festimi, ka merit kejt pinti, krejt shok, kejt bashkëpunëtorët që kanë punu këtë projekt. Ky projekt është një projekt që lyp një ekip të mirëfillt me bojo një individ. Kresho, une po të falenderoj për zemërsisht se shkoj ora, shumë shpejt në shkoj. Na folim shumë të dëtë se nalëm. Se nalëm, kështu që e di që sezonën e ki këgja të ngarkume, e di që kene me pas këgja koncerte, e di që kena më taku shpesh herë në vendet ndryshme, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, qoftë edhe Maltëzi që jeni shumë shpesh. Atje me mbrami, me koncerte, e pa shnetën mas parti që ja dalësh deri në fund ashtu që duhet. Inshallah, faleminderit shumë për ftesën, ishte knatësi, me mujtë me koni Mision Tjuvin edhe me promovu produktin tonë që e këna bon, që quhet Rhapsody në episodit, është album me 28 kongë edhe herë për thëmë. Kush nuk i ka mundësit me ble, downloadën e bëni, janë qysh dëni, s'munëm ju nalë me thonë, jo mëse merni, mëse keni, se na e kuptojmë qa gjendje e të në popullion. Realisht ka boksa, një pjesë e boksave kena është edicion i limitum, edhe
ka në shitje vesh për mes porësisë me Amazon edhe Saturn, Mediamarkt apo Manor që u konë out of stock tash të kanë rimbush edhe një herë në për pikat e shitjes cilat këna mi lajmëru saktësisht cilat pikat shitjes i kanë ma shumë kopje për me shku mi marrë thonsat se shumica e në shit të kopjeve që në konë për përëndim. Para pome, nësa është një pjesë e kopjeve cilat po presën më na ardhë që kena për turne, një pjesë e kena të vogël, po vjen edhe një pjesë tjetër që kena mi bas me vetin turne, është ky box i tillë cilin kena me pas si ofertë për fansat tonë, cilët kanë qef me ble, kanë me mujt me gjetë në për koncertet tona. I vetë mi shqit zyrtori kësoj na jena na, personalisht dhe kërkush tjetër, për shkak se kërkush s'ka kalzu ka dishmëri për me konë pjesë ose me ble këtë produkt tonin, me përfaqësu këtë produkt. Nashta është arsyeja e çmimit, nuk e dim, po gjithsesi ja ka vle barra që ranë kur e dim që është një album që na prezenton është albumi i parë shqiptar në tregu ndërkombëtar në gjuhën shqipe. Edhe në këtë mënyrë që keni bo, unë veç po uroj se e di që ata cilët ju dojnë edhe ju respektojnë e dojnë muzikën e juaj që nuk ka dikush që nuk e ka në shtëpinë e vetë këta. Ata që e dojnë, i falenderoj shumë, ata që nuk e din, shpresoj me njoftu së shpejti, me ngu. Që, besoj dhe uroj që e kam pa, në kam pa dhe sot shumica atyre edhe cilët jetojnë edhe në diaspor, po që sot, thuja sot e nesër i kemi kretë në Kosovë. Po, edhe në Amerikë mundet me përësit, edhe në Amerikë mundet me shku me post për mes Amazonit, më thonë, është worldwide reach, është qasje globale si produkt. Ku muna me blena, po vesin, regjia e këta. Regjia e këta muni me blenë koncertet pintat. Koncert, shkoni ku ka në koncert, këqërën në Facebook, në Instagram, në Snap, datat, kur i publikojnë edhe shkojmë. Kresh, unë po të rojë gjithat mirat se emisionin po e përmbyllim bashkë me hip-hopin. Faleminderit shumë. Respekt edhe një herë, falenderoj familjen Tupella, familjen Misini, familjet e këtë bendit Mak që na kanë leju me përdor muzikën e Makit. Edhe jena krenar që kena pas drejt me bo një gjëtë. Respekt shumë Mak për atë grup. Falenderit. Edhe për juve gjithashtu. Okej, ishim bashkë me MC Kreshën, po me MC Kreshën nuk do të ndodhemi tani këto momente për shkak se vjen edhe konga tjetër e cila është bashkë me Lyrical Sun dhe me Letri Bulen. Me njerë pas videoklipit shkojmë me blokun e partë marketingut, faleminderit edhe juve që reklamoni tek Samoni Kafe Vllavin.